Partia Demokratike me anë të një deklarate ka ngritur dyshime lidhur me tenderin që është zhvilluar nga Akshi për sistemin e gjendjes civile. Zëdhënësja antikorrupsionit Genta Vangjeli në një deklaratë për mediat tha se nga viti 2022 deri në 2025 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka tenderuar plot 8.5 milion euro për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të regjistrit kombëtar të gjendjes civile, ndërsa nuk dihet ende se ku kanë shkuar milionat e eurove. Në fund të deklaratës, ajo shtroi pyetjen se ku kanë shkuar 8.5 milion euro të tenderit të Akshit për sistemin e gjendjes civile. Përshëndetje. Gjatë prezantimit të Ministres së Re të Punëve të Brendshme, Kryeministri Edi Rama theksoi se një ndër prioritetet e kësaj ministrie është pikërisht zgjidhja e problematikave që lidhen me funksionimin e regjistrit të gjendjes civile. Por në fakt, për këtë situatë përgjegjësia bie drejt për drejt mbi Kryeministrin Rama. Nga viti 2022 deri në 2025, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në varësi të tij ka tenderuar plot 8.5 milion euro për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të regjistrit kombëtar të gjendjes civile. Për përmirësimin e sistemit është kontraktuar kompania Soft & Solution në pronësi Termal Beqiraj, ndërkohë për mirëmbajtjen e regjistrit është kontraktuar ndër vite kompania huaj Zion IT Systems GmbH. Sot, edhe pse janë tenderuar miliona euro, Kryeministri pranon publikisht se sistemi i gjendjes civile vijon të paraqesë problematika serioze. Pyetja jonë për Edi Ramën është e qartë. Ku kanë shkuar 8.5 milion euro të tenderuara gjatë 3 viteve të fundit, ndërkohë që sistemi i gjendjes civile vijon të paraqesë problematika serioze? Por organet e drejtësisë, a ekziston vullneti për të hetuar këto shpenzime miliona euro në një ndër institucionet më problematike në vend, apo do të vijojë me heshtjen? Faleminderit.